Hegla feston ditëlindje, nuk do ta besoni sa është rritur vajza aktores Ariola Demiri. Aktoria Ariola Demiri, 40 vjeçaria nga Tropoja, ish mis, mami 3 fëmijëve, shpesh ka ndar foto nga momentet me fëmijët brenda familjes, por nuk do ta besoni sa është rritur vajza e madhe aktores. Hegla ka festuar ditëlindjen e 18 dhe nuk ishte si të mungonin disa fjalë zemre nga mami Ariola. Ti je fryt pasioni dhe dashurie. Hegla feston ditëlindjen. Mirënjohja më e madhe që kam me Zotin je pikërisht i Hegla. 18 vite më parë më bekove me dhuratën më të shenjtë, emri nën. Kështu e ka nisur urimin aktoria, ndërsa ka ndar edhe fotografi nga festa me mikeshat e Heglës. Një vit më parë, ish Miss Tropoja në një intervistë televizive u shpreh se nuk ka asnjë partner dhe pasi ajo ua ka dedikuar të gjithë kohën 3 fëmijëve të saj. Mirënjohja më e madhe që ka me Zotin je pikërisht i Hegla. 18 vite më parë më bekove me dhuratën më të shenjtë, emri nën. 18 vite që rritemi bashkë, dorë për dore, si shoqet pandara, si zemra që rahin në një ritëm të përbashkët. Në çdo hap tëndin kam parë dritën e shpirtit tënd të bukur, forcën e brendshme, butësinë dhe mençurinë, që më bëjnë të ndjej një krenari që nuk i përket kësaj bote. Ti je dhurata ime më e çmuar, frymëzimi im i përditshëm, dëshmia që dashuria më e madhe jeton në zemrën e një nëne për fëmijën e saj. Tani hapet një kapitull i ri në jetën tënde. Është kapitulli i ëndrave të mëdha, i sfidave që do të përballosh me guximin dhe mençurinë që ke ndërtuar ndër vite. Është koha jote për të marrë krahët dhe për të fluturuar lart, duke ditur gjithmonë se rrënjët i ketë forta dhe zemra ime do të jetë gjithmonë streh për ty. Udhëto me besim, dashuri dhe dritë bija ime. Mos harro kur se gjithçka që je është mrekulli. Ti je fryt pasioni dhe dashurie, prandaj je veçantë. Dhe unë jam këtu për të luftuar krah teje për ëndrat dhe dëshirat e tua, gjithmonë krenare, gjithmonë pranë, gjithmonë duke dashur me çdo forcë që kam, shumë më shumë se çdo fjalë që mundem të ta shpreh.